Durrësi, pavarësisht se është qyteti im i lindjes dhe sigurisht që lidhja ime është shumë emocionale me Durrësin, por në këtë moment të jetës time, si një grua familjare me fëmijë, Durrësin e zgjedh për disa arsye të tjera. Durrësi është një vend shumë i qetë, dhe unë për këtë qetësi në këtë moment të jetës time e kam shumë të rëndësishme. Tjetra është prania e detit, që unë e dua shumë, detin, dhe nuk jetoj, do më thonë, deti më jep energji, më jep frymëzim, e kthi në një formë terapie me veten. Do më thonë, e kam shumë të rëndësishëm pjesën e detit. Gjithashtu Durrësi ka dhe një bukuri tjetër që bashkëjetojnë shumë bukur në Durrës, arti, kultura, historia, arkitektura e vjetër me atë modernen, dhe unë si në profesion arkitekti që jam, këto gjëra që i shoh shumë, edhe Durrësi më falë shumë emocion. Pastaj Durrësi, mund të zgjaten apo? Të zgjatë sa të duash. Ti bëj pak reklam Durrësit. Shiko, Durrësi është ai, ka atë lloj pozicioni që në çdo lloj momenti të jetës tënde që ti do të ndryshosh moodin tënd, ti ofron gjithë gjërat i ke shumë pranë. Rof Durrësi.